Zonja dhe zotë një përshëndes, mirë se vini në këtë edicion informativ ku ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Përshkallëzohet konflikti Izrael-Iran, 10 vdekur në Tel Aviv dhe Hafja. Irani japi fund lëshimeve të raketave nëse Izraeli ndalon sulmet. Denoncimi i Partisë Demokratike e magazinierët e Salillarit bëhen pronar koncesionues, pak nuk i sheh. Droni zbulon 12.000 rënjë kanabisi në Shkodër, nisetimi për 3 zyrtar vendor. Nis botërori klubeve Inter Miami, Messit nuk shkon më shumë se barazimi. Do të njemi tani më gjërësisht, Irani ka sulmuar me raketa Izraelin qendror dhe verior pasi ushtria izraelite konfirmoi se ka kryer një numër sulmesh kundër lokacioneve të infrastrukturës bërthamore iraniane. Si pasojë, autoritetet izraelite kanë njoftuar se të paktën 10 persona kanë humbur jetën, ndërsa mbi 100 kanë mbetur të plagosur. Izraeli dhe Irani sulmuan sërish njëri tjetrin gjatë natës, teksa presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha se konflikti mund të përfundonte lehtësisht, duke paralajmëruar Teheranin të mos godiste asnjë objektiv amerikan. Ekipet izraelite të shpëtimit kontrolluan rënojat e ndërtesave të banimit të shkatruara nga sulmet për të kërkuar të mbijetuar, pasi të paktën 10 persona mbetën të vrarë, përfshirë fëmijë, thanë autoritetet izraelite. Irani sulmoi me raketa në Izraelin qendror dhe verior pasi ushtria izraelite konfirmoi se ka kryer një numër sulmesh kundër lokacioneve të infrastrukturës bërthamore iraniane. Në Izrael, vala e fundit e sulmeve iraniane filloi pak pas orës 23 të së shtunës, kur sirenat e sulmeve ajrore u dëgjuan në Jeruzalem dhe Haifa, çfarë bëri që rreth 1 milion njerëz të drejtoheshin drejt qendrave të strehimit kundër bombave. Rreth orës 2:30 të mëngjesit, ushtria izraelite paralajmëroi për një tjetër breshëri raketash dhe u bëri thirrje banorëve të kërkonin strehim. Teherani ka anuluar bisedimet bërthamore që Washingtoni i kishte cilësuar si të vetmen mënyrë për të ndaluar bombardimet e Izraelit, ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se sulmet e Izraelit deri më tani nuk ishin asgjë në krahasim me atë që Irani do të shihte në ditët në vijim. Irani ka bërë të ditur se 78 persona u vranë në vend gjatë ditës së parë të fushatës izraelite të premten, por më shumë viktima janë shënuar ditën e dytë të sulmeve, përfshirë 60 vet, kur një raketë rrëzoi një pallat 14 katësh në Teheran. 29 nga viktimat ishin fëmijë. Ministria e Naftës e Teheranit ka bërë të ditur se depoja e naftës Shahran në kryeqytet u godit në sulmet e fundit izraelite. Megjithatë, autoritetet iraniane njoftuan se situata është nën kontroll. Presidenti i Iranit, Masud Pezeshkian, ka kërcënuar se do të kundërpërgjigjet më ashpër nëse Izraeli nuk të riqet. Sa ka që rebelët Houthi të Yemenit të lidhur me Iranin thanë të dielën se kanë shënjestruar në Izraelin qendror me disa raketa balistike në 24 orët e fundit, duke shënuar kështu herën e parë që një aleat i Iranit i është bashkuar konfliktit, njofton Reuters. Irani nuk dëshiron zgjerimin e konfliktit me Izraelin, por do të mbrohet, tha ministri i jashtëm iranian gjatë një takimi të dielën me ambasadorët e huaj të akredituar në Teheran. Ai shtoi se sulmet iraniane do të ndalojnë nëse Izraeli bën të njëjtën gjë. Ministri i jashtëm i Iranit ka sinjalizuar gatishmërinë për të ndaluar sulmet me raketa kundër Izraelit, duke thënë se ato po kryen thjesht për vetëmbrojtje. Sulmet ishin vetëm për vetëmbrojtje dhe në përgjigje të agresionit, tha ministri i jashtëm Abbas Arakçi sipas agjencisë shtetërore të lajmeve IRNA. Nëse agresioni ndalet, edhe përgjigjja jonë do të marrë fund. U shpreh ai në një takim të ambasadorëve të huaj në Teheran. Ministri i jashtëm iranian shtoi se sulmet izraelite në fushën e gazit në det të hapur South Pars që Irani ndan me Katarin ishin një agresion i hapur dhe një akt shumë i rrezikshëm. Shtyrja e konfliktit në gjirin persik është një gabim strategjik dhe qëllimi i tij është të zvarrisë luftën përtej territorit iranian, tha ai. Ministri i jashtëm iranian akuzoi Izraelin se po kërkon të sabotojë bisedimet bërthamore mes Iranit dhe SBA-s, të cilat sipas tij mund të kishin hapur rrugë për një marrëveshje. Regjimi Israil me Gjumhuri Islami Iran Sot duhet të kishin paraqitur propozimin ton për një marrëveshje bërthamore me SBA-n, që mund të kishte hapur rrugën për një marrëveshje, tha ai. Washingtoni dhe Teherani ka negociuar për programin bërthamor të diskutueshëm të Iranit për rreth 2 muaj, me Omanin që luan një rol ndërmjetësues,
por bisedimet janë penguar nga nisja e një ofensive ajrore gjithëpërfshirëse kundër Iranit nga Izraeli të premten, e ndjekur nga sulmet hakmarrëse të Teheranit. Arakçi akuzon Këshillin e Sigurimit të OKB-s për indiferencë pas sulmit të paprecedent Izraelit ndaj vendit të tij. Qeveritë perëndimore dënuan Iranin në vend të Izraelit edhe pse ai ishte nën sulm, tha Arakçi. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme njoftoi se po ndjek me prioritet dhe vëmendje të veçantë situatën e shtetatëve shqiptar në Izrael të prekur nga zhvillimet e fundit. Në një deklaratë të shpërndar për mediat, Ministria e Punëve të Jashtme njoftoi se nuk ka asnjë raportim për qytetarë shqiptar të lënduar apo të dëmtuar. Aktualisht, sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme, janë evidentuar 5 shtetash shqiptar në Izrael, 3 me status turisti dhe 2 me qëndrim të përkohshëm. Ambasada jonë në Tel Aviv është në kontakt të vazhdueshëm me ta, të gjithë janë në gjendje të mirë shëndetësore, janë të informuar dhe po ndjekin udhëzimet e sigurisë të autoriteteve izraelite, thuhet në njoftimin përshtyp. Po ashtu Ministria e Punëve të Jashtme njofton se për shkak të situatës, fluturimet janë ndërprerë. Ndalemi më tej, Partia Demokratike denonson se magazinierët e kompanisë Salilari kanë marrë koncesione dhe tendera nga qeveria. Sipas Genta Vangjelit të Ngjëra Llagaliu, me profesion mekanik është bërë pronar i kompanisë Albania Solar Power SHPK, e cila me një vendim të rreth një javë më parë nga qeveria ka përfituar të drejtën për të ndërtuar një park fotovoltaik. Sipas Partisë Demokratike, SPAK nuk heton dhe hesht përpara këtyre aferave korruptive. Partia Demokratike denonson se magazinierët e kompanisë së ndërtimit Salilari bëhen si me magji nga Edi Rama, pronar parqesh fotovoltaike dhe koncesionarësh. Sipas zëdhënëses së antikorrupsionit në Partinë Demokratike, Genta Vangjeli, një javë më parë Këshilli i Ministrave me anë të vendimit numër 309 miratoi ndërtimin e centralit gjenerues të energjisë elektrike fotovoltaike në Leva, në Fier, nga shoqëria Albania Solar Power SHPK, me afat operimi 49 vjet. Dhe pronari kësaj kompanie rezulton Angela Galliu, me profesion mekanik në kompaninë Salilari. Ky subjekt është regjistruar vetëm 16 muaj më parë, me një kapital 100.000 lekë dhe ka administratore pronar zotin Angel Agaliu dhe asnjë bilans të publikuar në QGB. Po si do ta realizojë ky subjekt të investi miliona euro ndërkohë që kapitali të lë për dëshiruar? Një gjë është e sigurt, që Angel Agaliu ka profesionin e mekanikut për makineri industriale dhe këtë detyrë e ka ushtruar edhe në kompaninë e Pollum Salilarit, Salilari SHPK. Ndoshta puthja romantike që vet Edi Rama nuk hezitoi të jetë pronari të Angelit përpara kamerave, solli fat të mirë edhe për vet zotin Agaliu. E kështu Këshilli i Ministrave nxorri një VKM ekskluzive vetëm për të. Vangjeli thot se kjo skemë është përdorur edhe për babain e Angelit, Hector Agaliun, i cili nga një magazinier është tashmë një nga pronarët e kompanisë, e cila ka marrë me koncesion triportin në Vlorë. Gjithashtu, e sigurt është se vllai më i vogël i Angelit punonte tek e njëjta kompani, Salilari SHPK, por gjithashtu dhe babai i tyre, Hector Agaliu, punonte tek Salilari SHPK me profesion magazinier. Madje aq të suksesshëm kanë qenë punëmarrësit e Salilarit, saqë vizioni i babait kapi majat e suksesit, duke u shtruar nga magazinier me pagë modeste në pronar të subjektit pjesë e koncesionit për projektim, ndërtim, mirëmbajtje e portit të integruar në Triport Vlorë, sipas kontratës koncesionare me të njëjtin objekt, të lidhur ndërmjet mije dhe koncesionarit në 29 prill 2022, me vlerë të parashikuar të projektit 44.9 milion euro. Zyrtarja e Partisë Demokratike thotë se të gjithë i dinë këto manovra të kundralishme, të cilat kanë për qëllim përfitimin e palishëm të parave të shqiptarëve përveç SPAK. Sofra Tiranas, e eventi përvitshëm që kremton traditën e kulturën e kryeqytetit, është mbajtur edhe këtë vit në Pallatin e Kongreseve me mbështetjen e Birrës Tirana. Këngë e Valle Jehua në sallën e madhe, duke mbledhur në skenë në hol më të mirët e artit dhe të shijes. Sopranoja e njohur Ermonila Jaho ka interpretuar në Sofrën Tiranase një festë e traditës kryeqytetase e organizuar nga Fondacioni Arben Tafaj.
emocional i sofrës për më shumë se një çerek shekulli dhe ideali i Arbenta Fight për të mos e komercializuar duke ruajtur si vlerë shpirtërore të Tiranës u përçua edhe këtë vit, përmes emra artistësh e pjesësh artistike që përcollën më të mirën e kulturës së zonës. Një fest me këngë valle, Sofra Tiranase erdhi në edicionin e 31 në Pallatin e Kongreseve duke ngjitur në sken emra përfaqësues në lajme të ndryshme kulturore. Sofra e Tiranës, ashtu sikur se historia dhe tradita për një çerek shekulli do të vijoj po me atë emocion dhe po me atë asht artistik dhe kulturor. Interpretimi i këngëtarëve kishte si qëllim mbajtjen gjallë të traditës, ashtu sikur se në çdo vit, në çdo edicion të saj Sofra sjell pikërisht të interpretim të traditës që bashkon të gjithë brezat. Kjo është hera parë që bëhet pa Arbenta Fight. Sigurisht ky ishte emocioni i këtij eventi dhe kjo ishte edhe përgjegjësia jonë e madhe, por ne mendojmë që Arbeni ishte këtu dhe ne e çuam amanetin e tij deri në fund. Sofra Tiranase kremton më të mirën e artit, por edhe të shijes, duke u mbështetur edhe nga birra Tirana, e cila është cilësuar si mbretëresha e qytetit të Tiranës me një traditë që zëfill në vitet 1960, duke u bërë një pjesë integrale e kryeqendrës së vendit. Birrën Tirana kemi prej vitesh bashkëpunëtore dhe mbështetëse në këtë event, edhe jo vetëm nga qasja e emrit që e mban me aq krenari si produkt, por dhe fakti që realisht është një produkt të cilin qytetarët e Tiranës e duan shumë realisht dhe ne jemi krenarë që kemi në rrugtimin tonë. Të ftuarit shijuan birrën Tirana në koktelin Pritës përpara koncertit, në çdo tavolinë siç bëjnë prej dekadash në festat e gëzimet e tyre. Tashmë birra Tirana me teknologjinë dhe investimet e kryera ofron cilësi të lartë dhe autenticitet për konsumatorin kudo ku ajo shijohet dhe bëhet pjesë e tryezave dhe ngjarjeve festive. Ndryshojmë tani temë të informacioneve. Në kuadër të operacionit Koordinata, policia e Shkodrës ka lokalizuar dhe arzistuar rreth 12.000 fidan në Shkodër të dyshuar narkotik të llojit cannabis sativa. 455 prej tyre bimëve narkotike u zbuluan në njësinë administrative Pult, ku për këtë rast u procedua penalisht inxhinieri pyeve me iniciale AM për shpërdorim detyre dhe mos kallëzim krimi, ndërsa 11.748 bimë narkotike u zbuluan në njësinë administrative të Malva u Idejës, kur për këtë rast u proceduan penalisht për shpërdorim detyre kryeplaku i fshatit Klogjen, si dhe 2 vrojtues pyesh. Policia kufitare e Vlorës ju ka ardhur në ndihmë 8 pushuesve që kishin mbetur në det për shkak të problemeve me mjetet e tyre lundruese. 4 pushues ishin bllokuar në det rreth 1 milje larg zonës së Shënjanit, pasi gomonja me të cilën lundronin kishte pësuar defekt. Ndërkohë, 4 të tjerët ishin bllokuar teksa po lundronin me kanoën në plazhin në Porto Palermo. Sipas policisë, të gjithë pushuesit ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore. Policia kufitare vijon të qëndrojë në gatishmëri të plot për të garantuar sigurinë e thirrat detare. E teksa të gjithë duan të ikin ka prej atyre të rinjve që tentojnë për të gjetur mënyra jetese në vendin e tyre. Një ndër ta është 27 vjeçari Emanuel Pietri nga fshati Buzhali Pukës. I riu u udhëhequr nga pasioni po i bën të shfrytzueshëm bukuritë që të fal natyra në këtë zonë. Në mesin e shpresës së venitur, boshatisjes thuajse totale të fshatrave të Veriut, ka dhe prej atyre që nuk mendojnë vetëm largimin, por bëjnë gjithë përpjekjet e mundshme për të qëndruar qoftë dhe vetëm, si besnikëri ndaj dashurisë për vendlindjen. I tillë është 27 vjeçari Emanuel Pietri, i cili udhëhequr nga dashuria për natyrën, që i vogël filloi të shpërndante foto nga një fshat i harruar i Pukës, siç është Buzhala. Unë fillimisht e kam vazhdu duke ba foto, duke postuar në rrjetet sociale, fillimisht. Masandaj na kisha dëshirën se zona jeme të bëhet një zonë e vizitueshme, një zonë e njohshme, duke pa zonat e tjera si kishin filluar marrë zhvillimin e duhur. Vazhdova dhe në temën të mundu dhe për zonën teme. I investuar me gjithë qenjen pas pasionit të tij, ai nuk e mohon se dhe ai është të nduar të largohet, por janë vizitorët që shoqëron çdo ditë në shtigje malore apo në lundrime përgjatë liçenit të Komanit, që ja vën në pa pasurinë në mesin e të cilës ai jeton. Me thënë drejtën, opinioni të turistëve ta të mba çdo ditë më shumë,
mu mundu me punu edhe mos mu largu për këtij fshatit se ju pëlqen shumë. Edhe ato po më japin çdo ditë më shumë kuraja mos me lanë si vend edhe më mundu me promovu edhe me punu sa më shumë këtë zonë. 27 vjeçari i certifikuar tashmë nga Ministria e Turizmit si guid kombëtare, teksa gjendet në shtigjet malore, në lundrimet përgjatë liçenit të Komanit apo në shpella që karakterizojnë zonën, thotë se është i kënaqur me të ardhurat që siguron, por po të ishte infrastruktura e duhur, ai është i bindur se do të kishte akoma më shumë vizitor. Gjaja se do kisha dasht me kanë pak në rëshën këtë zonë, paktën kishte rrugë makine edhe urë, sa është i vetmi fshat në krejt pak mos thamë në zonën e Veriut, se është s'ka rrugë makine. Puka ndër problemet me të cilët përballet si destinacion turistik, ka dhe mungesën e njësive akomoduese. Ëndra e Emanuelit është të ketë një të vetën. Do me ndu me ba si balkonit, me ba për me njerëzit. Ai po tenton që kullën edhe parve në fshatin thuajse të braktisur me zbukurive natyrore, por pa infrastrukturë, ta kthej në bujtin duke e përmbushur kështu shërbimet që ai ofron në fushën e turizmit. Kjo shtëpi është 4 sa vjet, si s'ka jetu kërkoshënta. Unë kam pas dëshirën për me punu këtë shtëpi, me ba si ti bujtinit. Faleminderit Zotit ja kam arrit me punun ta, me këthë deri diku, ka punë shumë. Për momentin i kam 3-4 dhoma si janë pothuajse gati për funu. Plot ëndra dhe dëshira që e karakterizojnë, duket se janë motivi që e bëjnë të ecë të riun Pukjan në pasionin e tij, i cili nuk rresht së ftuari për të vizituar Pukën dhe jo vetëm. Ju baj ftesë si të vinë ta vizitojnë, sa është një ndër fshatrat e një ndër zonat më të bukura, se edhe ju premtoj se nuk kanë më zhgënjy, edhe është më bukur sa është sa duket nëpër foto nëpër video. Ndryshojmë tani temë të informacioneve. Një ngjarje e rëndë ka tronditur Shëban teksa është qelluar për vdekje një ligjvënëse demokrate Melissa Hortman dhe bashkëshorti i saj, ndërsa një tjetër ligjvënës John Hoffman me bashkëshorten e tij janë plagosur. Policia e Minnesotas dhe FBI janë në kërkim të autorit i cili dyshohet se lëvizi armatosur në këtë vend. Policia e Minnesotës dhe FBI avjojnë kërkimin masiv për një person të armatosur që u maskua si oficer policie dhe vrau ligjvënësen demokrate Melissa Hortman dhe bashkëshortin e saj Mark, në atë që guvernatori i Minnesotës, Tim Walz, e quajti një vrasje me motive politike. Autori i identifikuar si 57 vjeçari Vance Bolter dyshohet se qelloi dhe plagosi gjithashtu një tjetër ligjvënës, John Hoffman, dhe bashkëshorten e tij, ka bërë të ditur FBI-a. Autori i dyshuar u largua në këmbë pasi qelloi në drejtim të policisë në shtëpinë e ligjvënëses demokrate dhe ish kryetares së dhomës së përfaqësuesve të Minnesotës, Melissa Hortman. Zyrtarët e zbatimit të ligjit thanë se i dyshuar i braktisi një automjet që dukej si një automjet i policisë, në të cilin oficerët gjetën edhe një listë të politikanëve dhe institucioneve të tjera që ai synonte. Bolter duhet të konsiderohet i armatosur dhe i rrezikshëm, theksoi policia, duke shtuar se ishte shumë herët për të përcaktuar motivin e kësaj ngjarjeje. I dyshuari kishte lidhje me shërbimet ungjillore dhe pretendonte se ishte një ekspert sigurie me përvojë në rripin e Gazës dhe Afrikë, njofton Reuters duke ju referuar postimeve të tij online. Bolter gjithashtu e përshkruante veten si një ish punonjësi i kompanive të shërbimit ushqimor dhe u emërua në vitin 2016 nga paraardhësi i Walz në bordin e Këshillit të Zhvillimit të fuqisë punëtore të guvernatorit. Parada ushtarake për 250 vjetorin e ushtrisë amerikane u zhvillua në Washington, pavarësisht protestave të shumta kundër saj. Parada përkoi edhe 79 vjetorin e Donald Trump, i cili u shpreh se çdo vend tjetër feston fitoret e veta, ndaj është koha që dhe Amerika ta bëjë këtë. Mirë, do të shkojmë në momente me Tedi Blushën, deklarat për media. Dhe problemeve rezulton se nuk ka qenë një garë barabartë midis partive politike. Is that there was not really a level playing field for everybody. Some political players... Ku disa parti patën avantazhe në krahasim me të tjerat.
ky konstatim shënon një akt zyrtar damkostës ndërkombëtar për terrorin elektoral të kryer në 11 maj në drejtimin e narko-qeverisë. Përballë këtyre konstatimeve të rënda, të publikuara nga një institucion ndërkombëtar me autoritet të padiskutueshëm, është e qartë se Shqipëria tani më ndodhet në një krizë të thellë legitimiteti dhe demokracia. Narko-qeveria në drejtimin e Edi Ramës ka konsumuar në 11 maj një nga format më të rënda të manipulimit, të tjetërsimit dhe të intimidimit elektoral. Vëzhguesit e ODIR, siç dëshmon qartësisht ambasadori Zanier, kanë parë me sytë e tyre qytetarë të trembur, presione të hapura, keqpërdorim flagrant të administratës publike, si dhe të mjeteve shtetërore në favor të rilindjes. Kjo është një akuzë e drejt për drejt dhe e padiskutueshme ndaj Edi Ramës se zgjedhjet nuk janë zhvilluar në një ambient të lirë, të ndershëm dhe demokratik. Në këtë sfond alarmant, heshtja e SPAK është një skandal më vete. Ndërkohë që fakte dhe indicjet e qarta për krime zgjedhore janë denoncuar publikisht, janë parë botërisht në ditën e zgjedhjeve në Vorë dhe tani edhe zyrtarisht denoncohen nga vëzhgues ndërkombëtar, SPAK vazhdon të sillet si një institucion që ka vendosur qëllimisht të mbyll syt, të mbyll dosjet dhe të mbyll gojën, njësoj si me krimet intelektuale të incenatorit të Tiranës që nuk ekziston, apo me dosjen e Charles Megonigal që fle në sirtarët e Altin Dumanit, edhe pse në aktakuzën e drejtësisë amerikane që e dënoi Megonigalin me burg, Edi Rama përmendet të paktën 14 herë. Qytetarët e Shqipërisë po shohin se drejtësia e re nuk është gjë tjetër vetëse një mburojë politike për krimin elektoral dhe atë shtetëror që nisi me rrëmbimin terrorist të presidentit të Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe që vullos me terrorin elektoral në 11 maj. Mungesa totale e ndëshkueshmërisë ndaj atyre që dhunojnë votën e lirë, që blen ndikimin dhe shtypën qytetarët e lirë, është një akt amnistie i papranueshëm që po minon çdo shpresë për zgjedhje të ndershme në të ardhmen në drejtimin e Edi Ramës dhe se Altin Dumani është bashkëpërgjegjës kryesor, po aq sa kryeministri për inkurajimin, nxitjen dhe moshetimin e masakrës elektorale. Qeveria është përgjegjëse për shkatrimin e standardeve bazë të demokracisë, ndërsa SPAK tani më është faktuar se është kthyer në një vegël qore të pushtetit vetëm për të goditur opozitën dhe jo banditët elektoral që botërisht në Vorë, ditën e zgjedhjeve, morën peng qendrat e votimit duke kërcënuar edhe drejtuesit dhe deputetët e opozitës. Këto zgjedhje të kriminalizuara nuk përmbushën asnjë standard ndërkombëtar dhe shkelën dhunshëm kriteret e Kopenhagenit dhe Partia e Lirisë është e vendosur të vijojë betejën e saj të pa kompromis për të denoncuar me fakte dhe prova manipulimin e procesit zgjedhor që kur nuk mund të pranohet përmes kapjes së shtetit dhe bashkëpunimit kriminal në friksimin e votuesve dhe manipulimin e rezultateve, të përndjekjes gjyqësore ndaj liderëve kryesor të opozitës për pandushkueshmërinë institucionale ndaj krimeve zgjedhore, të cilat qartësisht u dënuan edhe në rezolutën shumë të rëndësishme të Parlamentit Evropian, si edhe me 4 rezoluta të organizatave politike më të rëndësishme në botë, si IDC-CDI. Partia e Lirisë dënon me forcë shkatrimin terrorist të standardeve të zgjedhjeve
dhe heshtjen kriminale të SPAK që ka vendosur botërisht të dallohet si bashkëpunëtore në këtë krim zgjedhor të Edi Ramës. Terrori elektoral i 11 majit kur nuk do të pranohet nga Partia e Lirisë dhe nga opozita, sepse Shqipëria kur nuk mund të integrohet në Europë me trenat bullgar të Edi Ramës, por vetëm duke ndjekur shinat kushtetuese dhe standardet ndërkombëtare që garantojnë votën e lirë dhe zgjedhjet e ndershme. Pa garantuar votën e lirë, themelin e demokracisë dhe shtetit ligjor nuk mund të ketë integrim të Shqipërisë në familjen europiane. Faleminderit. Ndojshëm sekretarin e përgjithshëm të Partisë së Lirisë zotin Tedi Blushin në këtë deklarat për media, teksa ne rikthehemi edhe një lajmit parada ushtarake për 250 vjetorin e ushtrisë amerikane u zhvillua sot në Washington pavarësisht diskutimeve dhe polemikave si dhe protestave që po zhvillohen atje. Parada ushtarake e presidentit Amerikan Donald Trump u zhvillua në rrugët e qendrës së Washingtonit të shtunën, por festimi i 250 vjetorit të ushtrisë amerikane u shënjua nga një ditë të dhune dhe përçarjeje. Pak orë para fillimit të paradës, e cila është parë gjithashtu si një shfaqje e fuqisë ushtarake, qindra mijëra amerikan marshuan dhe u mblodhën në rrugët e qyteteve nga New Yorku në Chicago e deri në Los Angeles, duke protestuar kundër veprimeve të Donald Trump. E gjitha kjo ndodhi pas një javë tensionesh në Los Angeles, ku protestat kundër bastisjeve federale të emigracionit rezultuan në thirrjen e trupave të gardës kombëtare dhe marinës amerikane nga Trump për të ndihmuar në ruajtjen e paqes, pavarësisht kundërshtimeve të guvernatorit demokrat të shtetit, Gavin Newsom. Parada, e cila përkoi me 79 vjetorin e Donald Trump, filloi më herët se sa pritej. Tanke, transportues të blinduar personeli dhe artilleri lëvizën përgjatë rrugës së paradës, një pamje e pazakontë në SBA, ku shfaqje të tilla të fuqisë ushtarake janë të rralla. For every generation of warriors who have worn the uniform all the way back. Çdo vend tjetër feston fitoret e veta. Është koha që edhe Amerika ta bëjë këtë, u shpreh Trump. Mira spektatorë u rreshtuan përgjatë itinerarit të paradës. Trump i ndoqi procedurat nga një stend e ngritur pas xhamit antiplumb. Disa nga kundërshtarët e presidentit gjithashtu arritën të gjenin një vend përgjatë itinerarit të paradës, duke mbajtur pankarta në shenjë proteste. Demonstruesit e tjerë u mbajtën të ndarë nga turma e paradës nga policia lokale. Ushtria amerikane solli gati 7.000 trupa në Washington së bashku me 150 automjete, duke përfshirë më shumë se 25 tanke, 28 automjete të blinduara Stryker, 4 automjete artillerie vetlëvizëse dhe pjesë artillerie, duke përfshirë më 777 dhe më 119. Do të shkëputemi në këto momente në publicitet, rikthehemi pas pak me të tjera zhvillime. Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, vjojmë tani me të tjera zhvillime. 2 artistë spanjoll kanë interpretuar në Albanian Guitar Festival 2025 në liceun artistik. Grupi kitaristëve të njohur si Barcelona Duo sollën pjesë më të mira të muzikës spanjolle. 2 artistë spanjoll kanë interpretuar në Albanian Guitar Festival 2025 te salla e koncerteve Tonin Harapi. 2 kitaristët që njihen si Barcelona Duo e ftuan publikun në një udhëtim në zemër të muzikës spanjolle, duke kombinuar stilin e pasur të flamencos me teknikën e magjishme të kitarës klasike. Në sonte do të kemi kënaqësinë të ndjekim Barcelona Duo me 2 kitaristët Luis Rubisco dhe Katerina Zajceva, të cilët do të na japin një shije të asaj që unë përmenda para pak, atë shkrirje midis kitarës klasike dhe flamenco në një udhëtim nëpër Spanjë, si tha Denisi, por nëpërmjet repertorit të disa nga kompozitorëve klasik më të rëndësishëm si Albeni, Faja apo kitaristi flamenco par excellence që është Paco de Lucia.
artistët interpretuan pjesë nga kompozimet e Isaac Albenis dhe Manuel de Falla, deri te veprat e legjendës Paco de Lucia, duke eksploruar pasurinë e trashëgimisë muzikore spanjolle në një mënyrë tepër emocionuese. Për 2 ditë me radhë në Korçë do të zhvillohet edicioni 7 i Festivalit Shpirti i Ballkanit. Në festival marrin pjesë asamble folklorike nga të gjitha vendet e Ballkanit me qëllim promovimin e kulturave ballkanike. Në qytetin e Korçës, Festivali Shpirti i Ballkanit çeli edicionin e tij të 7, ku morën pjesë ansamble folklorike nga të gjitha vendet ballkanike. Risia e këtij edicioni ishte pjesëmarrja e shumë bandave muzikore, ndërsa të ftuar special ishin grupet nga Franca. Përveç ansamble folklorik që sjellin vallet burimore të gjithë Ballkanit, një traditë e jashtëzakonshme që ne kemi, do të kemi edhe shumë banda muzikore. Kjo është për herë të parë. Ky festival përashtrihet në 2 ditë, i cili do të sjellë bendet më të mira ballkanike. Në natën e parë një bend që na vjen në një bashkëpunim Tirana, Maqedonia dhe Bullgaria. Ndërkohë më pas do të vijë fanfara e Korçës, që janë një formacion me tundje fantastike, që sjellin muzikë ballkanike dhe alternative. Gjatë paradës së mbajtur në rrugët e Korçës, ansamblet folklorike nga Shqipëria, Greqia, Maqedonia e Veriut, Bullgaria, Mali i Zi dhe Franca dhuruan performanca të jashtëzakonshme, duke tërhequr vëmendjen e qytetarëve dhe turistëve të shumtë të qytetit juglindor. Përfaqësoj grupin nga Franca, vim nga provinca e Savojas, fshinja me Italinë dhe Zvicrën. Kemi ardhur këtë vit në kuadër të bashkëpunimit kulturor mes qytetit të Shamberisë dhe Korçës. Në festivalin Shpirti i Ballkanit do të bëjmë një paradë me kostumet tona tradicionale. Synimi i Festivalit Shpirti i Ballkanit është promovimi i kulturës dhe vlerave të Ballkanit. Për 3 ditë me radhë, qyteti i Fusharës do të ishte mikpritës i 300 artistëve të vegjël në festivalin mbarkombëtar të instrumentistëve të vegjël të muzikës popullore. Veprimtaria e kthyer në traditë prej 21 vitesh synon ruajtjen e folkut në trevat shqipfolse. I themeluar si institucioni i ruajtjes dhe transmetimit ndër breza të folkut të pasur shqiptar me qëllim evidentimin dhe shtytjen motej të talenteve të vegjël, Festivali mbarkombëtar i instrumentistëve të vegjël popullor për të 21 vit me radhë mblodhi në qytetin piktoresk të Fusharzit rreth 300 artistë të vegjël nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi. Për themeluesin e këtij festivali, Fran Mulej, eventi tashmë është një shpalosje gjallë e pasurisë tonë kombëtare, e cila fatmirësisht e nderuhet. Çfarë është dhe synimi i këtij organizimi? Në 2004 lindi ideja angazhimi për të realizuar një aktivitet të tillë me qëllim të evidentimit vlerave dhe transmetimit nga brezi në brez, veçanërisht të instrumentit popullor. Edeksa për 3 ditë me radhë, instrumentet popullore kumbuan fort jehonën e tyre mes maleve në luginën Buzfanit. Eventi mblodhi në Fusharës emra të njohur të muzikës shqiptare, muzikolog, albanolog dhe mjeshtra të mëdhenj të artit e kulturës. Është një festival tipologjik, shumë i veçantë dhe që sjell instrumentist vërtet virtuoz. Armir, nuk ka kënaqësi më të madhe se sa të ndigjosh një fëmijë që luan mjeshtërisht në Çifteli me ato melodi të famshme të Nushytit që ka çudit botën. Është një nga gjërat më të bukura që kam parë në jetën time, jo vetëm në këtë zonë, por një festival të fëmijëve të vegjël. Është emocionuese, është tamam ajo ardhmëria e pandryshueshme e identitetit tonë në muzikën që populli vet ka krijuar. Ky event me të drejtë tashmë konsiderohet si vend bashkimi i artistëve të vegjël nga mbar trevat shqiptare, duke shpalosur kështu pasurinë e madhe jo vetëm folklorike që trashëgojnë shqiptarët ndër shekuj në trojet e tyre, por dhe ato kostumografike. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, teksa për të tjera zhvillime ju ftoj të ndiqni faqen e balkanue.com për informacione nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë, miru takofshëm.